një nga problemet e rënjes masive të flokut është anemia. Dhe kjo ndodh sepse kanë sidomos te femrat, ose te femrat është më shqetësuese, me i shkujt sikur edhe i kaloj, është se kanë mensuracione dhe humbasin gjak, humbasin ekur. Ca edhe nuk han jo shëndetshëm dhe detyrimisht pastaj kalojnë në deficite, në mungesa edhe në anemi në mungesa e hekurit. Tjetër është vitamina D. Këto ki kujdes. Bëj këto analiza një herë, sepse pa gjetur shkakun nuk eliminohet problemi. Dhe duke eliminuar dhe shkakun, detyrimisht që duhet të si ta thosh, të korrigjojmë problemin që kemi. Dhe një suplement mjaft i mirë është Daily Super Hair. Ka 14 element që bëjnë sintetizimin e keratinës në rrënjën e flokut, sepse floku jon ka gjak edhe nerva vetëm në rrënjën e tij, jo gjatë gjithë flokut, gjatë gjithë madhësisë së tij. Dhe këtë bën Daily, e ushqen deri në rrënjën e flokut, në folikulin e tij, dhe shëndosh flokun ekzistues, bën të dalin flokët e rinj, sepse me të mend bie floku, po rrënja e flokut është ekzistuese, nuk shuhet dhe fillon dhe mbin ai floku i ri. Prandaj do të thoja 3 deri në 6 muaj, jo më pak, sepse dhe floku jon ashtu e ka ciklin.